Teksa vendi vijon të jetë në ndikimin e temperaturave përvoluese, mjekët apelojnë për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve, të moshuarve dhe personave që vuajnë nga sëmundje kronike. Shefja e pavionit të pediatrisë në Elbasan, Irena Palloshi, këshillon shmangjen e qëndrimit në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe konsumimin e vazhdueshëm të lëngjeve për të parandaluar dehidratimin. Mbas orës 10 deri në orën 5, fëmijët nuk duhet të ekspozohen në diell. Fëmijët që janë pak më të mëdhenj dhe kanë dëshirë të luajnë, edhe ato nuk duhet bëjnë lojra intensive që t'i provokojnë djersitjen, mundësisht ato lojrat që mund t'i kenë me puzzle ose me kuklla ose lojra pa djersitje të jenë në hije, të jenë sa më shumë të rehidruar, të pinë lëngje sa më shumë dhe të evitojnë lëngjet me shumë sheqer, përkërësisht të pinë ujë, lëngjet të përgatitura në shtëpi, të kenë kujdes prindrit se mos i lejnë fëmijët në makinë me dyrë mbyllur në asnjë mënyrë, sepse është një rrezik shumë i madh, temperatura ekstreme dhe ajri i mbyllur i makinës. Sipas mjekëve në Elbasan, pavarësisht temperaturave të larta, deri tani nuk janë shënuar raste të rënda apo shtrime të fëmijëve si pasojë të nxehtit. Fatmirësisht, në këtë periudhë nuk kemi raste të shtuara. Jemi në një periudhë të qetësie, si thua, mbas edhe prindërit tregojnë të kujdesshëm. Nuk po them kemi patjetër pickime, urtikarje, gastroenterite, po jo në forma të aktualisht në pediatrinë e Elbasanit sot e 24 fëmijë të shtruar, që në krahasuar me periudhat e tjera të vitit është pothuajse 1/3. Mjekët kërkojnë kujdes të veçantë edhe gjatë pushimeve në plazh. Foshnjat në 6 muaj nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit gjatë orëve të pikut.